Mirdita. Mirdita Genti, Mirdita Inxhinier. Është një moment i veçantë sot ky për tunelin e Llogaras, pasi kemi nisur zyrtarisht operimin në qendrën e monitorimit. Apo jo? Po. Shumë mirë. Tani do të shikojmë nga brenda se si është organizuar kjo qendër operimi, duke qenë se flitet për tunelin më të madh në vend. Është një qendër moderne e cila plotson gjitha kushtet, si për sa i përket gjithë pjesës monitorimit, pra kamerat dhe gjithçka tjetër, por këtu kemi të vendosur edhe zjarfiksen me të gjitha grupet operative dhe siç e kemi thënë, tuneli është 7 ditë javës, 24 orë, kështu që edhe grupet e punës funksionojnë në mënyrë të tillë. Brenda këtyre ambienteve ndodhet gjithë shërbimet e emergjencës për rastet emergjente në tunel, ku janë të përfshirë dhe zjarfikse dhe stafi tunelit. Është një staf për afërsisht rreth 50 punonjës për të gjitha turnet, ku secili turn ka 12 deri në 13 punonjës. Ky ambient i këtu për shembull është një ambient për mbledhjet ku bëjnë gjithë shefi mirëmbajtjes, shërbimet e policisë, shërbimet e zjarfikses, ku diskutojnë raste të cilat janë problematike dhe duhen dhënë zgjidhje. Shumë e qartë. Kjo është pjesa, shikoj që këto janë gjitha ambiente ndihmëse apo jo, apo do të shikojmë nga ana e zjarfikses më pas. Shikoj që këtu ka kuzhinë. Po. Kjo është pjesa më interesante. Atëherë, kjo është pjesa më interesante sepse kjo i mundson zjarfikse të shërbejnë në mënyrën më të shpejtë emergjente. Pra në raste emergjente ata nuk përdorin shkallët, por përdorin këtë tub për të qenë në gatishmëri. Pasi nga këtu është shumë afër ambienti ku do ndodhet zjarfiksja, që aktualisht ndodhet jashtë në gatishmëri, e cila përmbet nga dy ambiente ku janë pajisjet që ju nevojitën zjarfikse. Dy depo të mëdha. Garazhi ku qëndron zjarfiksja, të cilën sot e kemi në gatishmëri, në gatishmëri është lart. Gjithmonë në piket e orare. Ndërkohë që këtu kemi edhe pjesën e gjithë pajisjeve që qëndrojnë. Zjarfikset qëndrojnë lart, ku kanë dhomat e tyre të pushimit, dhe nga ana tjetër, me anë të këtij tubi, arrin që të aksesojnë direkt për dalë dhe për të ndërhyrë. Këto janë zonat e tjera që tham zonat e shërbimit. Përshëndetje të gjithëve, si jeni? Puna mbar, si aqane? Përshëndetje të gjithëve. Atëherë këtu jemi në sallën e monitorimit. Nga këtu fillon gjithçka. Këtu fillon gjithçka dhe këtu unë duhet të bëj disa njoftime. Dhe nga ana tjetër, jo vazhdoni punën, ju lutem. Dhe nga ana tjetër duhet të them që është shumë e rëndësishme që të gjithë drejtuesit e automjeteve të kuptojnë që janë të monitoruar brenda tunelit Llogaras. Dhe javën e fundit që kemi nisur operimet,